Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandr Nikolovski thot se pas zgjedhjeve lokale nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe paralajmëron se fokusi do të jetë, siç deklaron ai, në pastrimin e gjyqësorit dhe prokurorisë dhe llogaridhënie e gjithë atyre që abuzuan me pushtetin. Nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme, kemi një qeveri të qëndrueshme, e cila funksionon shkëlqyeshëm, deklaroi sot Nikolovski. Sipas Nikolovskit, mandati i qeverisë do të jetë deri në vitin 2028 dhe pastaj do të mbahen zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pred vreme izbori nema da ima, mi imamo stabilna koaliciona vlada koja što odlično funkcionira. Dallimi midis nesh dhe koalicionit të zi të LSDM-s, BDI-s dhe të Majtës është se ne flasim për projekte. Nuk mund të themi se sa projekte kemi, ndërsa nga ana tjetër ka fjalë boshe dhe manipulime dhe etje e dëshirë të vazhdueshme për pushtet. Vitin e kaluar ata shkuan në opozit. Ka kaluar vetëm një vit e 3 muaj që kur ishin në opozit dhe nuk mund ta mbajnë veten në opozit dhe gjatë gjithë kohës zgjedhje të parakohshme. Kur dikush kërkon kaq shumë zgjedhje të parakohshme, kjo do të thotë se atyre ju interesojnë vetëm privilegjet e qeverisë, tha Nikolovski. Ai shtoi se nuk do të merren me zgjedhje të parakohshme, por me pastrimin e gjyqësorit dhe prokurorisë dhe të gjithë ata që abuzuan me pushtetin, nga siç thot ai, i ashtu quajturi koalicioni i zi i LSDM-s, BDI-s dhe Majta.